Ndërmiq, mirë se rishihemi sërish në takimin tonë të përditshëm në këtë muaj të begatë Ramazanit në emisionin Muaj i Shërimit. Edhe sot jemi së bashku për disa minuta në vijim për të folur mbi një temë të rëndësishme që Kurani e trajton në mënyrë të përsëritur dhe me fokus të veçantë. Është pikërisht hipokrizia, një prej sëmundjeve më të rënda që mund të prek zemrën, e cila mund të shkatërrojë besimin, jetën, moralin dhe gjithë dimensionet e jetës njerëzore. Për të folur mbi disa rrugë të shërimit dhe parandalimit të saj, ne do të dëgjojmë sot disa këshilla nga Hoxha e nderuar Ardian Ilezi. Hoxh, mirë se vini. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Allah ju ruajt. Amin dhe ju Allah shpëleftosh. Hoxh, nëse flasim për hipokrizin, duke qenë se çdo sëmundje ka ilaçin e vet. Hipokrizia është një sëmundje e rëndë. A ka ajo ilaç? A mund të shërohet? Është e kurueshme? Fillimisht e falenderojmë Allahun Gjelle Gjelalu, atë të vetmin e falenderojmë, vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Atë të cilin e udhëzon Allah nuk ka kush që devion, ndërsa atë të cilin e devion Allah nuk ka kush që udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka Zot i cili e meriton adhurimin përveç Allahut te bareke ve teala dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i dërguar i tij. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjet e të ndershme dhe shokët e tij fesnik. Më lejoni fillimisht që përgëzoj për këtë temë të qelluar, duke lutur Allahun azza wa jall që edhe agjërimin dhe veprat e mira që i keni bërë në këtë muaj që pranoje, juve dhe gjithë muslimanëve. Tema me të vërtetë është shumë e qelluar dhe e nevojshme për muslimanët në përgjithësi. Domethënë çdo musliman dhe muslimane, çdo besimtar dhe besimtare duhet të jetë interesuar për këtë temë, sepse siç e dim nga tekstet fetare, nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, besimtarët duhet të kenë frikë rreth realitetit dhe fenomenit të hipokrizisë, a janë të prekur nga hipokrizia. Kështu madje edhe sahabët e kanë pas këtë fenomen dhe kanë pas frikë. Njëri prej tabiinëve që e quanin Ibn Abi Mulejke ka thonë i kam arritur 30 sahabe. Të gjithë kanë pas frikë ndaj hipokrizisë për veten e tyre. E kështu ka vazhduar kjo brez pas brezi. Rreth pyetjes që shtrove konkret, që është pyetje me të vërtetë shumë e rëndësishme, ti në fakt vllai i nderuar i ke përmendur dy konstatime të rëndësishme. E para e përmendë se çdo sëmundje ka ilaç. Kjo është faktikisht është fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe është një fjalë shumë shpresëdhënëse. Kur pejgamberi alayhi salam me një hadith që është autentik ka thonë me të vërtet Allahu për çdo sëmundje që ka zbrit edhe ilaçin e vet. Thonë alimehu men alime, jahilehu men jahile. E ka ditur ai që e ka ditur dhe e ka injoruar ai që e ka injoruar. Tha përveç se e sem, sahabët u çuditën, thanë ja Rasulullah, çka është e sem? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha është vdekja. Çka po nxjerrim prej kësaj? Po nxjerrim se njohuria është më rëndësi. Do thonë nuk është pyetja a ka ilaç smundja, pyetja është çysh të arrim tek njohuria. E na si besimtar jemi falëndërues ndaj Allahut azza wa jall që Allahu dhe pejgamberi i tij na kanë treguar në Kur'an dhe në Sunet rreth simptomave, rreth ilaçeve të kësaj smundje të rrezikshme që e godet zemrën dhe është prej smundjeve më të rrezikshme. Shumë e vërtetë se është sëmundje prej më të rrezikshmeve që ka zemra. Po edhe pse është prej më të rrezikshmeve, pas ka ilaç. Po ka ilaç. Kështu kushdo që është prekur për saj, veç të kërkoj ilaçin, të kërkoj ndihmë, se me lejen e Zotit do ta gjej. Po, vetëm se me rëndësi është të pyesë rreth ata që dinë për ilaçet dhe mundësitë se si të trajtohet kjo sëmundje e rrezikshme. Dhe pjesa konstatimi i dytë është se me të vërtetë është sëmundje e rrezikshme. Që konstatimi i dytë se për çka është e rrezikshme, që shtrohet pyetja çdo besimtar tash që na ndëgjon, pyet pse është kaq e rrezikshme. Nëse kemi mundësi me formulu me një formulë, është sepse e rrezikon ikhlasin. E rrezikon sinqeritetin.
sinqeriteti i cili është shtyllë e pranimit të veprave. Pa sinqeritet nuk pranohet vepra, ndërsa boshti korrizor i hipokrizisë apo smundjes së hipokrizisë është syfatësia. Prandaj e rrezikon ikhlasin. Miramo siç e potencuam, ilaç ka. E rëndësishme është që të pendohemi, të tregojmë të sinqert dhe të kërkojmë ilaç. Ndërkohë mund të jemi në situata kur nuk jemi të sigurt nëse vepra jonë ka qenë e sinqert për hatër të Zotit apo nëse ka patur hipokrizi. Cilat janë disa nga indikatorët që na tregojnë se sa e sinqert ka qenë vepra ose sa e prekur ka qenë nga hipokrizia? Kjo është një pyetje me të vërtetë shumë e qëllueshme dhe shumë e rëndësishme, sepse besimtarët kur veprojnë ka prej besimtarëve që veprojnë ama nuk e din, është në dyshim, është në konfuzion, ama është pranu vepra apo nuk është më pranu vepra. Si ta di a jam i sinqert apo nuk jam i sinqert? Si ta di a është përzierë vepra me syfatësi apo nuk është përzierë? E këtu janë disa parime që duhet i kemi parasysh që mund secili me bëj këtë test vet. Edhe me pa se ku gjendet. Njëra e para që është më e rëndësishmja, po filloj me të më të rëndësishmen. Nëse një besimtar apo besimtare kur të jenë vet është i plogësht, është dembel në raport me adhurimet. Miramo kur të jenë me njerëz, atëherë angazhohet dhe i shton adhurimet. Kjo është një shenjë se ky njeri është i prekur prej syfatësisë. Pse? A kemi argument për këtë? Sigurisht se kemi. Sepse Allahu Azza wa Jalla thot në Kur'an për munafiqët, për hipokritët, thot wa idha qamu ila s-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Thot ata kur qohen për namaz, për me fal namazin, edhe pse ata nuk falen vetëm, po veç kur ka njerëz. Këtu bëhet fjalë për hipokritët. Hipokritët, po. Pastaj do ta shpjegoj. Ata thot Allahu Azza wa Jall shikojnë njerëzit apo i këshyrin ajo. Kur ta shohin këtë e bëjnë, ama vetëm se kur i kanë syt këta. Kur e shohin se njerëz po i shikojnë dhe nuk e përmendin Allahun përveç se pak. Tash këtu e kanë nxjerr dietarët se ai i cili ka cilësi të këtij lloji, atëherë është i prekur prej hipokrizisë, mundjes së hipokrizisë. Ta kemi qartë, se cili shikues dhe shikues ta kemi qartë, po flasim për hipokrizinë e praktike, që është kategoria e vogël, jo e madhja, sepse hipokrizia ndahet në dy kategori. Hipokrizia që është e madhe, që nuk të lën faktikisht me hyrë në fe, ata që nuk besojnë me zemër, por se shfaqin, sikurse munafiqët në kohën e Medinës, që e kanë shfaqur Islamin apo imanin, ama s'kan besu me zemër. Na po flasim për besimtarët që janë prek me disa cilësi të hipokrizisë. Kjo është domethënë indikatori i parë që çush e kupton njeriu. Nëse është vet, është i plogësht edhe është dembel ndaj adhurimeve. Me njerëz aktivizohet shumë. E dyta është në bazë të lëvdaltës apo kritikës që reagon. Nëse një person, një musliman apo muslimane vepron vepra të mira, ama në çat moment kur ka kritika, ndalet. Ndërsa kur ka lëvdata, ai vazhdon. Edhe i shton adhurimet. Atëherë këtu kanë thonë dietarët që është një indikator se ky person e ka të përzier në jetën me syfatësi. Ky e mat kryesisht me opinionin e njerëzve, nëse njerëzit e duartrokasin, e mbështesin, inkurajohet, nëse nuk duartrokasin, demoralizohet. Shumë e vend, çashtu. Domethënë kur ai e sheh ndonjë kritik, ndalet, ndërsa besimtari që është i sinqert me Allahun Azza wa Jall, që punon konform Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe tër bota me uqu, me kritiku, ai nuk ndalet, sepse e bën për hir të Allahut, nga se njerëzit nuk i ka fare në llogaritje. Nuk i ka fare në llogaritje. Llogaritja e tij është mes tij dhe mes Allahut Azza wa Jall. Prandaj ky vazhdon. Domethënë kjo është indikatori i dytë. Indikatori i tretë që është po ashtu me rëndësi, kanë thonë dietarët që ai person i cili nuk e ka niyetin e pastërt, ai ka dëshirë vazhdimisht me i shfaq mundin dhe punët e tij. Dhe nuk i pëlqen me i fsheh. Ndërsa besimtari i sinqert,
ai mundohet me i fsheh veprat e mira që i bën apo adhurimet që i bën. Pra është modest në veprat e tij, nuk i shfaq. Mundohet që t'i ruaj. Mundohet me i fsheh. Sikurse Imam Shafiu rahimahullah, kjo është një argument që ky njeri ka qenë më vërtet i sinqert shumë me Allahun azza wa xal, dhe prandaj edhe ka marrë këtë bereqet shumë në umet. Deri tash, po përfitojnë për Imam Shafiut. Ai ka thonë një herë një fjalë fantastike, fenomenale. Ka thonë kështu: kam pas dëshirë sikur njerëzimi të përfitojë nga dia e tij, por se mos më referohet mua. Kjo është prej gradëve më të larta që ka mundësi njeriu me arrit në sinqeritet. Kur don të bëj vepra të mira, por njerëz mos me ditë as pak se prej tij kanë ardhur. A duhet ta njohim rrezikshmërinë e kësaj sëmundje, të trajtohet më tepër, të dëgjohen ligjërata, të lexohen libra mbi efektet negative të hipokrizisë? Pra ka një lidhje midis njohjes së rrezikut të saj dhe merakut dhe kujdesit se mos bijem në të? Një indikator tjetër që kanë përmend dietarët, po mundohem sa më shkurt me lejen e Allahut azza wa xal, kanë thonë se ai që është i sinqert kërkon dije për ta praktikuar, jo vetëm se për ta transmetuar apo për të lavdruar. Do të thonë nuk është qëllimi i tij ky. Edhe madje kanë thonë njeriu që është i sinqert nuk ka dëshirë me lavdru, ndërsa ai që është i prekur prej hipokrizisë, ai kërkon lavdata, madje edhe për veprat që nuk i bën. Edhe po ashtu një indikator që mos ta zgjasim më shumë, është çështja që e kanë praktikuar këtë sahabët. Edhe kur praktikojnë vepra të mira, të shumta, adhurime të shumta, kanë frikë se nuk po i pranohet. Subhanallah. Këtë Hasan el-Basri rahimahullah, ky dietar kaq mendjedritur dhe me këtë dije kaq të thellë dhe ibadet që ka qenë i njohur për ibadetin dhe Zotin e tij, ka thonë nuk friksohet përveç se besimtari. Friksohet ndaj çështjes së hipokrizisë dhe nuk është i sigurt ndaj saj përveç se munafiki. Edhe Aisha radhiyallahu anha një herë, që është ngjarje shumë e bukur, qysh ka mësuar Aisha radhiyallahu anha për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe qysh ka transmetuar umetin lidhur me këtë temë, kur për ajetin ku Allahu azza wa jalla thotë walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila. Aisha radhiyallahu anha, do të thonë kuptimi i ajetit është ata kur japin, atë që japin, zemrat e tyre janë të friksuara. Ajo Aisha radhiyallahu anha pyeti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah, a është ai person i cili vjedh, i cili bën zina, pin alkool dhe friksohet, do të thonë nga ana e jashtme literale, kështu mund të kuptohet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo i bija e sidikut. Dhe janë ata të cilët falen, agjerojnë, edhe japin sadaka, por se kanë frikë se apo i pranohet vepra jo. A kanë qenë të sinqertë apo jo? Apo i pranohet vepra, sepse sa më shumë që të fuqizohet zgjuarësia shpirtërore, edhe të ngritet vetdia, sa aq më shumë edhe është kujdesi për veprat dhe frika se apo pranohen ajo. Ndërkohë, a është më rëndësi që të njohim rrezikun e kësaj sëmundje, se ndoshta duke i njohur më tepër rrezikun e saj, edhe marrim masa që mos prekemi ose të parandalojmë atë? Po, patjetër, sepse na e dim se një herë për të marrë masat e shërimit, edhe në sëmundjet fizike, na duhet, do të thonë, ta njohim atë sëmundje. Edhe kur e shohim edhe simptomat edhe efektet anësore, atëherë marrim edhe masat më shpejt që të shërohemi. Në raport me çështjen e hipokrizisë apo sëmundjes së rrezikshme të hipokrizisë, këtu kur e njeh besimtari apo kur arrit tek vetdia se i rrezikohet ahireti i tij. Pse i rrezikohet ahireti i tij? Sepse vepra nuk pranohet. Vepra nuk pranohet nëse nuk është e sinqert për hir të Allahut azza wa jall, dhe plotësisht e sinqert për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kur njeriu e mendon se ka me dal para Allahut azza wa jall, edhe para Allahut ka me dhon llogari, ndërkohë që ka pas hipokrizi, si do të dale para Allahut subhanahu wa taala, si do të jape llogari para Allahut azza wa jall. Edhe kjo do të thonë ndikon pastaj. Edhe të gjitha rreziqet që i kanë përmendur dietarët, si për shembull që njeriu kur të jashtë i prekur prej hipokrizisë, goditet prej
simptomeve që janë përmendur në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi wasallam ka përmendur disa simptoma shumë të rëndësishme apo cilësi të këtyre munafikëve apo atyre që i ngjajnë munafikëve. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 4 cilësi janë. Nëse robi i ka ato, i posedon ato, ka thonë pejgamberi është munafik i pastër. Nëse e ka ndonjë cilësi apo veti prej saj, atëherë është prek me një cilësi prej të nifakut apo hipokrizisë derisa ta lejë ato. Që fjala derisa ta lejë ato shumë e rëndësishme për neve. Çfarë do të thonë kjo për neve? Çfarë na mëson? Që ka mundësi me u shëru. Do të thonë nëse e lën, shërohet. I ka thonë pejgamberi alayhis salam, i ka përmend 4 cilësi, ka thonë kur i besohet diçka, çka bën ai? Tradhton. Kur flet gënjen, kur e bën ndonjë marrëveshje mashtron, edhe kur ka ndonjë konflikt bëhet shumë i padrejtë. Edhe me një tjetër hadith, domethënë që është apo ashtu autentik, një cilësi tjetër ka ardhur nëse premton, e them premtimin. Kur një besimtar nëse e din rreziqet dhe i praktikon çdo cilësi, ai e humb besueshmërinë tek njerëzit. Askush nuk don me pas punë me to. Secili njeri ruhet prej tij, edhe e humb kredibilitetin. Edhe nuk ka vlerë tek njerëzit. Prandaj kur i din këto gjëra, kjo duhet ta shtyhet që të mendoj që të marrë masat e shërimit të kësaj smundje të rrezikshme. A është dhikri një mekanizëm, një mënyrë e rëndësishme për ta ruajtur veten nga hipokrizia, duke qenë se besimtarët e mirë e përmendin Zotin vazhdimisht? Dhikri, vllai i nderuar, është prej ilaçeve më efikase në trajtimin e hipokrizisë. Edhe këtë me argument të Allahut azza wa jalla në Kur'an, ku Allah subhanahu wa taala e përmenda parë më herët, e përmenda një cilësi të munafikëve që wala yadhkuruna Allah illa qalila tat Allah azza wa jalla. Ata nuk e përmendin Allah përveç se pak. Do të thonë kuptimi i kundërt të kësaj, se ai që e përmend Allahun shumë, ai që përmend Allahun azza wa jalla shumë, do të thonë është i ruajtur prej hipokrizisë. Këtë ka thënë Kabi ibn Malik, ai që e përmend Allahun azza wa jalla shumë, ai është i mbrojtur prej hipokrizisë, smundjes së hipokrizisë. Do të thonë Kabi ibn Malik ishte prej dietarëve të sahabëve, ishte prej aty që ekspertëve më të dalluar të Kur'anit. Edhe, do të thonë kjo është nxirrje faktikisht që është prej Kur'anit. Edhe këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë vazhdimisht. Me një hadith tregon Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, thotë kemi qëndruar me një mexhlis, do të thonë ka ndodhur kemi qëndruar me një mexhlis dhe unë i kemi njëjtë që 100 herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lut Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. O Zot, falë mua dhe pranoma pendimin mua, sepse ti me të vërtet je pranues i pendimit dhe mëshirues. Prandaj gjithë këtë lutje 100 herë kena ndëgjuar. Aisha radhiyallahu anha, nëna e besimtarëve, që e ka përjetu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në shtëpi, më shumë ti ka pas punë me to. Do të thonë në shtëpi kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se jashtë ka pas raporta, më ndoshta ka pas edhe më shkurt. Në shtëpi e ka përjetu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që ka kaluar ditën, edhe e ka transmetuar se kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Me të vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendte Allahun në çdo rast, në çdo moment. Subhanallah. Pse shtrohet pyetja ka bu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë? Sepse pejgamberi është imami i të udhëzuarve, është imami i të sinqertëve. Kur është zemra e sinqertë dhe e lidhur me Allahun azza wa jall, ajo e përmend Allahun subhanahu wa taala. E kur e përmend shumë Allahun azza wa jall, Allahu është më fisnik që ta sprovojë zemrën e tij me hipokrizi. Edhe kështu, domethënë e ujit zemrën me ikhlas, domethënë e ujit zemrën me sinqeritet dhe nuk lën vend për çka? Për hipokrizi. E shpesh ky dhikr bëhet dhe në fshehtësi, në mungesë të njerëzve, çka tregon për sinqeritet. Absolut. Edhe këtë madje e nxjerrim prej një hadith tjetër, hadithi shumë i njohur, i 7 grupeve që janë në hijen e Allahut azza wa jall në gjykimit, ku nuk ka hije tjetër përveç hija e tij. Çka në hadith, domethënë tekstualisht. Aty është një grup, 2 grupe faktikisht që lidhen me adhurimin e fshehtë, por një prej tyre që e përmendë vëllai nderuar është ai që e përmend Allahun në vetmi. Dhekar Allah khalian. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vet kur është vetëm me Allahun azza wa jall, edhe i rrjedhin lotët. Kjo është prej grupeve që është i mbrojtur ditën e gjykimit. Është në hijen e Allahut subhanahu wa taala. Krenaria është një cilësi e besimtarëve të sinqertë dhe mungesa e krenarisë ose kompleksi me fen
shpesh është tregues i hipokrizisë. Si duhet ta kultivojmë krenarinë për fen dhe si duhet ta mundim hipokrizinë përmes komplekseve që kemi në fen tonë. Kjo është një çështje e rëndësishme që përmendet, por se sipas mendimit tim, kjo është një efekt ansor, sepse ai njeriu që i largohet nga cilësitë e hipokrizisë, ai njeriu që e lidh zemrën me Allahun Azza wa Jall, kjo e shton krenarinë në çdo aspekt, sepse është i lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Dhe çdo vepër ai e bën për çka? Për ta kënaqur Allahun dhe nuk friksohet prej askujt përveç se prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj edhe i largohet kompleksi i inferioritetit. Ndërsa e kundërta, munafikët shikojnë njerëzit çka po bëjnë. Lëvdat janë, domethënë, gjuetar të pëlqimeve të njerëzve, të lëvdatëve të njerëzve. Prandaj edhe kështu janë Allahu subhanahu wa taala ja heq atë krenari prej zemrës. Edhe të binë në përbuzje, në nënçmim. Ndërsa krenaria e vërtetë është kur je i lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Edhe kur i bën vepër vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala, edhe kur nuk i friksohesh askujt përveç se Allahut subhanahu wa taala. Kjo automatikisht sjell një krenari në zemër. Morali është një çështje e rëndësishme në fe. Kujtojmë Ibn Qayyimin i cili thotë kush ta ka kaluar në sjellje, në moral ta ka kaluar në fe. A është morali dhe sjellja e mirë një tregues gjithashtu i sinqeritetit dhe kundërta, një moral i dobët, një moral i keq, ndoshta tregon brenda zemrës së njeriu dhe hipokrizi? Po, absolut. Edhe këtë duke u referuar tek hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që i përmend atë cilësitë e atyre që kanë, domethënë, të munafikëve. Ato e para që përmendëm, një prej parave që përmendën, është çka? Kur flet gënjen. Ndërsa akhlaki i mirë fillon me çka? Me thënia e vërtetës. Me thënia e të vërtetës, me qenë, domethënë, mos me gënjy besimtari. Këtu fillon rruga e sinqeritetit, edhe rruga e akhlakit të mirë. Kur shikojmë çu që kanë definuar dietarët akllakin e mirë, çka është akllaki i mirë? Kanë thonë, më së pari kanë thonë sidqul hadith, me thonë të vërtetën. Ai i cili nuk e thot të vërtetën, domethënë ai konsiderohet që e ka akllakin e keq. Ndërsa ai që thot të vërtetën, domethënë është i ruajtur prej cilësive të munafikëve të hipokritëve. Pastaj ruajtja e emanetit. Pastaj mbajtja e premtimit është prej akllakit të mirë. Pastaj mos mashtrimi në marrëveshje. Pastaj mos shkelja e çdo drejte në konflikte, që to ndoshta pak me sqaruar se më jepni leje, sepse është një cilësi që shumë besimtar, shumë muslimanë nuk e kuptojnë kur e lexojnë wa idha khasama fajar. Kur ai ka konflikt, ai bëhet i padrejt, shkelës. Çfarë do të thonë kjo? Kanë thonë dietarët, kur e ka një konflikt me një person, ai bëhet i padrejt, qysh manipulon, gënjen. Ai e mohon të vërtetën. Nëse është një e vërtetë apo është një gjë që është kundër vetes së tij, e mohon. Ndërsa nëse është diçka në favor të tjetrit, ai e akuzon, e shpif, shtin në konflikt apo në temë diçka, dhe kjo ndodhet në përgrindje, që s'ka as pak lidhje me grindjen apo me çështjen që po diskutojnë. Do të thotë kjo është ajo shkelja që ka përmendur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që kur ka një konflikt ai bëhet i padrejt, bëhet i keq. Ky është muaj i adhurimeve të shumta, kryesisht dhe ato vullnetare, duke qenë se çdo adhurim vullnetar në këtë muaj ka sevap të madh dhe gati gradën e farzeve, detyrimeve. A duhet i bëjmë adhurimet në këtë muaj edhe me njetin që Zoti na pastroi nga hipokrizia dhe antikojnë ato tek sinqeriteti i personit? Po, pikërisht, këtu duhet të kuptojmë një gjë, se adhurimet e fshehta, nëse kam mundësi, vllai nderuar, me rendit tek ilaçet apo tek trajtimi i smundjes së hipokrizisë, me rendit e kisha rendit adhurimin e fshehtë në vendin e parë. Sepse adhurimi i fshehtë i njeriut tregon një dashuri të madhe për Allahun subhanahu wa taala. Dashuria për Allahun azza wa jall është prej veprave të zemrës. Kjo tregon se është i sinqert me Allahun azza wa jall. Adhurimet e fshehta, një shembull që është përmend një prej dietarëve që më ka pëlqyer shumë, ka thënë si një kunj kur e fut, me qenë edhe i madh, do të thonë vepra do të thonë me qenë të mëdha, por se nëse nuk e fut shumë në tokë apo thellë në tokë, do të thonë nëse mungon adhurimet e fshehta, ajo bën shumë lehtë. Do të thonë gjatë fitneve, sprovave, ai njeriu bën shumë lehtë.
Ndërsa nëse është një kunj jo i madh apo i fuqishëm, por se e fut thellë në tokë, ai qëndron. Edhe në sprova, edhe në fitne, ai njeri qëndron dhe arrin dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe adhurimet e sheta e pastrojnë zemrën prej hipokrizisë. Sepse e ujit, domethënë sinqeritetin, e sinqeriteti është e kundërt, se më thon antibiotiki i hipokrizisë. E eliminon absolut. Domethënë prej më efikazave që kemi mundësi me bë janë adhurimet e fshehta, sepse siç e pam edhe kategorinë tjetër që është në hadithin e 7 grupeve, është një person që ka dhënë sadaka, derisa edhe dora e majt nuk e ka pas çka për jep dora e gjatë, sepse ka fsheh sadakën. Edhe ky hyn në një grad, domethënë një grup që është i mbrojtur në ditën e gjykimit. Domethënë është në hijen e Allahut azza wa xal. Në këtë muaj janë të shumta momentet ku pranohen duat dhe besimtarët janë angazhuar më tepër me bërjen e duave. A duhet të përfshijmë në duat tona një pendim të sinqert për ato momente që ndoshta janë prekur nga hipokrizia, ose të përmendim në duat tona që Zoti të na ruaj nga hipokrizia me vetdije ose pa vetdijen tonë? Po, kjo është faktikisht edhe këshilla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë një lutje nëse në këtë emision, çdo besimtar që ka shikuar këtë emision tash, nuk merr asgjë tjetër, përveç se çket lutje tash në fund që po e përmendë, kjo mjafton. Si dobi praktike. Tash secili prej nesh do të pas frikë hipokrizinë. A janë vepra të pranuara ajo? Tash një pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë, domethënë shikoni çfarë lutje të bukur në lidhje me këtë fenomen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na mëson. Ebu Musa el-Eshari, ky sahabi i nderuar, një herë po tregon se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na mbante një hutbe. Edhe fliste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çështjen e syfaqësisë, që është shirku i fshehur. Edhe tha pejgamberi alaihi wasallam po thot, keni frikë këtë shirk sepse ai është më i fshehur se sa, shikoj çfarë përshkrimi, se sa zëri i zvarritjes së milingonës. Allah. Kur ndëgjuan sahabët këtë përshkrim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u çuditën, se në vërtet shumë e fshehtë. Para mendoni zërin e zvarritjes së milingonës, ai nuk dëgjohet. Edhe i thanë ja Rasulullah, do të thonë çysh me urujt na prej këtij fenomeni kur është më e fshehur sa zëri i zvarritjes së milingonës. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha thuani, shiko, çfarë këshille, Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika wa nahnu na'lam. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an wa nahnu na'lam. O Allah, kërkojmë mbrojtje tek ti. Që të shoqërojmë në adhurim diçka duke e ditur dhe kërkojmë falje për atë që nuk e dim. Do të thonë, këtë lutje na përket ta mësojmë, nuk duhet patjetër në gjuhën arabe. Kemi mundësi në gjuhën shqipe ta thojmë se Allahu azza wa jalla i kupton të gjitha gjuhët. Prandaj, do të thonë, është një këshill pejgamberike. Edhe në një tjetër transmetim, do të thonë, i ka thonë Ebu Bekrit, madje i ka thonë Ebu Bekrit që atë tregoi diçka që i largon të shumtën dhe të paktën, do të këtij shirku që është i fshehur. Kaq sikurse zëri i zvarritjes së milingonës. Ebu Bekrit, do të thonë, ja kallzoi tha thuaj Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. O Allah, kërkoj mbrojtje tek ti që të shoqëroj në adhurim duke e ditur dhe kërkoj falje nga ajo që nuk e di. Kjo lutje është, domethënë, decisive, është shumë direkte, e drejt për drejt për këtë çështje për të cilën po flasim. Hoxha, të falenderoj shumë për këto shpjegime, veçanërisht për këto dua, të cilat duhet t'i mësojmë, ti përvetsojmë në jetën tonë dhe veçanërisht në këto ditë ti përmendim sa më tepër që Zoti të na ruaj nga hipokrizia dhe të na pastrojë nga ajo. Zoti shpërblet. Për fund, po ta dëshirë të ndaj edhe një mësim nga një ajet kuranor, të cilin na jep një platformë të plotë se çysh me reagu besimtarët kur dojnë me shëru, domethënë, këtë smundje. Allahu subhanahu wa taala pikërisht flet për fillimisht gjendjen e munafikëve vendit në gjykimit që ka treguar se është më vërtet frikësuese. Në fillim thotë innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Thot Allahu azza wa jall, me vërtet munafiqët janë në shtresën më të ulët në zjarr, edhe nuk do të gjesh për ta ndihmëtar. Ama pastaj subhanallahu tash janë 4 cilësi që i përmend Allahu subhanahu wa taala që vlen për secilin ata që ka frikë, që ka dëshirë faktikisht
ti përmirësoje cilësitë e munafikëve dhe ti zaventësoje me diçka të mirë, me shërim faktikisht. Thot Allahu Azza wa Jall, illa alladhina tabu. Përveç ata të cilët pendohen. Nëse dikush është prek me ndonjë cilësi, çfarë do të bëj? Duhet të pendohet. Çfarë do të thonë të pendohet? Duhet më së pari ta lëj atë mëkat, do të thonë nëse ka gënjy, ka vazhduar në gënjim ose gënjeshtër, duhet ta lëj ato. Duhet të pendohet, të ndiqë keqardhje dhe të jetë i vendosur që mos të kthehet në atë mëkat. Pastaj thot ila alladhina tabu wa aslahu, dhe përmirësohen në aspekt të dukshëm, po dhe të mbrëmshëm. Wa aslahu wa atasamu billah, që kjo është shumë e rëndësishme për çdo besimtar. Ata, jo vetëm se i mbështetin Allahut Azza wa Jall, sepse më thonë i mbështeten nuk është përkthim i saktë, por se kapen fort për litarin e Allahut subhanahu wa taala. Sikur se dikush që ka stuhi të fuqishme dhe kapet fuqishëm për një litar. Do thonë mbështetesh dhe kapesh fort pas Allahut Azza wa Jall. Se Allahu është burim i çdo mburoje dhe sigurie. Edhe nëse don me arrit këtë qëllim sublim që të shërohesh nga kjo smundje, atë çfarë dush me bëj? Dush me kërku prej Allahut subhanahu wa taala, sepse vetëm Allahu është në gjendje që të shërojë. Edhe në fund Allahu thot, edhe do thonë e vendos fokusin tek sinqeriteti. O akhlasu dinahum lillah, dhe ata janë të sinqert në fenë e tyre. Do të plotësisht të sinqert. Do të këta thot Allahu janë me besimtarët dhe Allahu ka përgatitur për besimtarët një shpërblim shumë të madh. Çka është shpërbimi i madh? Është xheneti dhe të mirat e Allahut. E lutem Allahun azza xhel që na adhurojë të mirat e tij, që na ndihmojë që të bëjmë për atyre të cilët me të vërtetë çdo vepër e bëjmë me sinqeritet ndaj Allahut azza xhel, sepse siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith, po kam dëshirë me përmbyll, ka thonë inna Allaha la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuhu. Me të vërtetë Allahu azza xhel nuk e pranon asnjë vepër vetëm se nëse është e sinqertë. Vetëm nëse është plotësisht e sinqertë dhe dëshirohet fytyra e Allahut subhanahu wa taala. Zoti është blef më të mirë, hoç Zoti ju nderoft për këto këshilla, për këto orientime, për këto shpjegime. Allahumma amin. Allah është shpërblet edhe juve dhe ju uroj, do thonë, ditë të bekuara, në këtë muaj të bekuar dhe vepra të shumta të sinqerta, duke e lutur Allahun subhanahu wa taala që të bjerë lehtësim për çdo musliman në adhurimet e tyre, në agjërimin e tyre dhe në veprat e tyre në përgjithësi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Aleikum selam. Për miq, këto ishin shpjegimet e Hoxhës, këto ishin dhe duat e Hoxhës. E lutim Zotin që të jenë të pranuara dhe gjithsesi për nesh t'i përvetsoj, të reflektoj mbi to, duke u ruajtur kështu nga ajo që është më e rrezikshme, hipokrizia. Këto ditë janë ditët e sinqeritetit, ditët e kthimit tek Zoti, prandaj çdo këshill dhe çdo reflektim mbi ajetet kuranore dhe hadithet profetike janë thesari i këtyre momenteve. Ju falenderoj që na ndoqët dhe miru takofsh.